Ka pyetje të tjera që mund të jenë për pronën, mund të jenë për zhvillim, çfarë doni ju? Më bëni pyetje ose keni gjëra të tjera për të më thënë mua nga këto që dëgjoni, nga këto që ju thonë, nga këto që se në fundit ju keni interesa të drejtë për drejta tek kjo zonë. Prandaj jepja pak ti se mezi po pret flasi, jepja atë. Po çka ke që? Çfarë? Biznes, me biznes në Vërnec. Jemi operator turistik. Lëre mikrofonin se ti je dakord me projektin. Jepja diku që s'është dakord. Jepja këtij zotërisë. Geron Latifi, Vlonjat, edhe unë si ai zotëria kam lidhje jetën me Zvërneci, nuk jam nga Zvërneci. Shumë mirë të zhvillohet zona. Ne e dim çdo me thënë zhvillimi i zonës, se kemi 25 vite që po e zhvillojmë një pjesë të asaj zone. Shumë dakord me ata që thatë juve, përveç një diçkaje. Gjithë këta njerëz të mirë, unë e njoh personalisht të gjithë, janë popull i qetë, i mirë, ndoshta në një mënyrë e foluri jo ajo që doni ju, jo më unë thjesht, këta duhet të flasin eksakt si flasin, thjesht unë pretendoj të flas dhe unë mos më lëm pa folur, kaq. Sakt. Se nga këtë punë të folur stash unë, dhe kemi të dy palët njësoj, edhe unë se kam nga pjesa këtej të folurën që s'lë të tjerë të flasin. Unë jam nga Labëria, kështu që të tonin edhe mund ta kisha edhe më të lartë, por të flasim logjikës. Do më falni për këto, desha kërkoja falje që në fillim do falë. Jo, unë i përtita atyre. Nuk e lam se me pantallonat shkurta, i thash edhe kjo më duhet, më dali nami që unë shoh njerëz nga pantallonat, po unë gjithë jetën i kam dashur njerëzit i veshin pantallonat si duan. Atëherë ju thatë që për sa kohë flet gjykata, unë hesht, juve. Po jam shumë dakord, ka ndalë pronar në det. Po, do t'i shikojmë të sheshi flamurit lartë e shtiza në një ditë, është e vërtet. Por, për mendimin tim, si bëni një VKM për një rregullim, për një riorganizim të një pjese, pse mos ta bëni një VKM? Stop. Dhe zgjidhet çdo gjë. Stop çfarë? Stop, anullim i asaj pjese. Ati që thot kam tokën në det, është pa dëgjuar. E pra, po ti besoje ose jo, këtë fuqi qeveria nuk e ka. Sepse ajo bën mu, kur ama qeveria nuk e ka fuqin që të vendos edhe për diçka që bën mu, kur vendimi i takon gjykatës. Sepse mund ta atëre po të hapet kjo rrugë, një vendim është i drejtë, 10 të tjera pastaj bëhen arbitrare. Kështu që për këtë arsye, demokracia, kushtetuta, gjitha i ka ndarë. Me këtë deri këtu qeveria, këtu fillon drejtësia. Dhe shteti, se thonë shteti nuk është qeveria, qeveria është vetëm 1 nga 3 pjesët e shtetit. Pjesa tjetër e shtetit është parlamenti, është edhe sistemi drejtësisë. Dhe ke sistemi drejtësisë edhe ne vetë kemi, nena merr vendim gjykata kushtetuese, na thot se çfarë duhet bëj parlamenti, që është një tjetër e fillon historia, por drejtësia, ndërkohë që gjykata kushtetuese duhet thot vetëm çfarë parlamenti mund të ketë bërë gabim në shkeljet kushtetuese, mund të parlamenti të bëj këtë, bëj atë, ktheu këtu, ktheu aty, kjo nuk ndodh. Por janë që kjo është demokracia. Demokracia është dhe akoma në formim, kështu që, por kjo e pronave është ajo që folëm përpara. Është një bolori e madhe që vazhdon të shkaktoj trauma, pasoja, padrejtësira, por si bëhet, nuk kemi një zgjidhje tjetër. Nuk mund të bëj qeveria, po ka drejt, merja pronë këti, jepi ati. Fshije këtu. Në det, nuk e egzagjeroj fare. Janë në det, blu, në një territor këtej poshtë. Po mirë, pse nuk dolën pronarët të skela? Se nuk dolën kur bëm, nuk o marë, unë të skela kam kaluar çdo verë që kur kam qënë 2 vjeç. Aty ka qënë det. Dhe akoma aty është det. E pra ju e zgjidhët. A i dolën pronarët atje? Ju e zgjidhët. Po s'kishin ti, në atë rast nuk e kishin, në atë rast kishin AMTP, i kishin në det AMTP-t. Dhe AMTP-t i kishin marrë në det se thoshin këtu nuk ka qënë det. Ore, dini ju që i ka dalë trashëgimtari teatrit të Butrinit apo jo? I ka dalë, e mendoni ju për shumë të i dali në Greqia, Akropolit, ai trashëgimtari të shkoj të bëj protest atje.
I ka dalë teatrit Butrinti trashëgimtari në Shqipëri. Domethënë, trashëgimtari i Virgjilit, çfarë të them unë? I ka dalë, është një familje që thot, duam gjithë parkun e Butrintit e kemi pas ne. Po kur e ke pas? Si e pate? Si të erdhen letrat nga koha e Greqisë lashtë? Se mirë nga turku, hajde. I kam që nga Turqia, thonë ca. Qa të them? O shef, po kur juve thoni që kryeministri im thot çfarë të bëj unë, po unë çfarë do të bëj? Jo, ti asgjë. Unë s'kam çfarë të bëj Kur asgjë. s'bëjë në asgjë, ti jo. Po pa tjetër. O është ndarë kjo punë. Është ndarë. Doni të bëni një revolucion, ta ktheni prapë ku ishte, bëni, po mua më keni kundër. Është ndarë. Ju e keni atë që e thret ai partia thot ti, po futja plumbin ati, jepi këti tjetër. Nuk i iku ajo. Shqyqyr që i iku ajo, jem vete? Jeme pak atë. Përshëndetje, zoti kryeministër. Faleminderit që keni ardhur njërë deri këtu. Unë jam pjesë e biznesit në Zvërnec. Kemi vojtur shumë aty, kemi hedhur jetën në atë tokë. Jemi pro zhvillimit. Sa koke? Mund kemi mbi 25 vjetë në Zvërnec, kur toka ishte me 3.000 lekë. U futëm, investuam dhe i kemi çmendur fshatarët nga pretendimet. Gjithë fshatarët tani nuk flitet më me gojë nga investimet që kemi bërë ne. Në që kuptim? Në kuptimin që i dhamë vlera zonës. Jo me, nuk çmenden ata kur jepni vlerë, ata çmenden kur juve... Po e kemi gjetë me 3.000 lekë metrin katror. Ata çmenden kur juve idhni plerat edhe i lini papastruar edhe ti ke biznesin, po le tani se plerat atje nuk i prodhojnë fshatarët që hanë në shtëpi. Ti ke në falë, nuk po të akuzoj ty, po ti ke biznesin, se nuk e di që biznesin ke, ti ke biznesin, ke edhe gardin, edhe ma ta në gardin janë plerat. Pse u çmendën fshatarët se u rritën vlerat? Tani, ne jemi pro investimit, lutemi, ose kërkojmë, të mos na i shargoni lekët nga zona. Që mos bëj? Të mos na i shargoni investitorët nga zona. Mos na i largoni, sepse... Por mbani pasër zonën tuaj. Me ndihmën e Mbani bashkisë... pasër sepse problemi më i madh, problemi më i madh në gjithë të territori, jo vetëm atje, po në çdo territor, janë bizneset. Për sa i përket pasërtisë. Se sasinë më të madhe në beturinave, e prodhojnë bizneset, e prodhojnë hotelet, e prodhojnë restorantet, e prodhojnë dhe tani, kjo është kryesorja. Pastaj mos ki merakti se çështja e investimit është çështje që nuk e përcaktojnë protestat dhe nuk e përcaktojnë ata që dalin në rrugë dhe thonë do vendosim ne se ne jemi populli. Si populli? Si po ata që votojnë që nuk janë populli ata? Jo 5.000 veta. Jo 5.000. Po 500.000 të dalin në shesh. Nuk mjaftojnë. Sepse janë 800 e kusur mijë që kanë bërë marrëveshje me mua dhe në Partinë Socialiste. Për çfarë kanë bërë marrëveshje? Se Zvërnecin, dhe njerë që ky investim nuk doli sot papritur. Unë e kam thënë fushat. Do bëjmë një gjë kështu, do bëjmë një gjë ashtu, si? Pa tjetë do da bëjmë. Si do bëjmë investime private, pa tjetë. Unë isha në... Po që ke këtë radio në gjep. Unë isha në Tivat, kam marrë direkt nga Tivati këtu. Tivati ka qenë vendi më i pazhvilluar i Malit Zi dhe vendi ku nuk shkonin turistë se ishte bazë ushtarake. Një bazë e vjetër ushtarake Jugosllavis, 10.000 banor dhe as turist, as dreq, as shejtan. Papunësi, iknin gjithë rinia nga Tivati dhe fati që në fakt duhet ta kapte Shqipëria, sepse një investitor i madh kanades erdhi në Shqipëri dhe ka ardhur eksaktësisht pasi në periudhën që ne ishim në opozit,
e trajtuan në mënyrën më skandaloze, i kërkuan pjesën, dhe ai u pa taks. Unë kam njohur, takuar atë dhe bashkë investitorët e tij. Donte të bënte portin turistik në Durrës. Shkoi në Malzi, e mori me një herë ai tjetri që është njeriu që ndryshoi malezime ato investime. Sot Tivati ka 5 milion turist. E di çfarë është Tivati? Një gji. 5 milion turist në vit. Po nuk është puna se ka 5 milion turist në vit. Po Tivati është zona që kontribon më shumë me taksa në gjithë Malezi. Vetëm në Port of Montenegro janë 200 dyqane. Kush i ka dyqanet? Kush i ka? I kanë malazezët. Në anën tjetër, prona aty ishte 400 euro metri katror. Në Port of Montenegro ka vajt 12.000 euro metri katror, në pjesët e tjera 4.000 euro metri katror. Tani natyrisht që nuk blen dot dikush në Tivat kollaj, por ama për banorët që janë atje, po të duan të shesin për shtëpitë e tyre, ndërsa ata që vinë vërtet paguajnë, por ama e dini sa është pastaj e ardhura që vjen nga taksa që merret mbi pronën? E dini sa është ardhura që marrin pastaj nga të gjitha taksat e tjera? Ndërkohë që sistemi i shërbimeve, gjithë bizneset e vogla, gjithë njerëzit që kanë morë taksie, morë shofer, morë peshkatar, morë fermer rreth e rrotull, madje atje bëjnë në Port of Montenegro bëjnë fat fermer shqiptar. Nga ana tjetër e kufirit, atje s'kan shumë prodhim. Shkojnë nga ana tjetër e kufirit dhe kanë kontrata atje në Port of Montenegro me fermerët shqiptar që i paguajnë. Dhe gjithë kjo gjë është ekonomi. Dhe është diçka që se kjo teoria që do na vinë të huajt, si do vinë të huajt? Po patjetër do vinë, patjetër. Patjetër, po pse 12 milion të huaj që vinë vizitorë, qofshin ata shqiptarët që kanë marrë pasaport tjetër dhe vinë për pushime dhe konsumojnë këtu. Ku i çojnë ato para? I hedhin në det.